Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe proceduan në gjendje të lirë shtetasin VM, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi më datë 3/12/2025, duke drejtuar automjetin ku pasagjer dhe ishte shtetasi MV, 28 vjeç, nuk ish bindur urdhrit të punonjësve të policisë për të ndaluar. Në vim të kërkimeve për verifikimin e këtyre shtetasve, u bë mundur kapja drejtuesit automjetit shtetasit VM, ndërsa u shpall në kërkim shtetasi MV, i cili dyshohet se ka thyer masën e sigurimit personal, arrest në shtëpi për veprën penale, prodhim dhe shitje lëndëve narkotike. Po këta specialist referuan materiale në prokurori dhe proceduan në gjendje të lirë shtetasit OA 45 vjeç, banues në Vlorë dhe BK 39 vjeç, banues në Vlorë pasi për motive të dobta në ambientet e konviktit kanë goditur me grushta njëri tjetrin dhe janë dëmtuar. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë ndaluan me iniciativë shtetasin EK 44 vjeç, banues në fshatin 6 Sarandë, pasi më datë 3/12/2025, dyshohet se në mënyrë të përsëritur ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj vëllait të tij, shtetasit KK 51 vjeç, si dhe i ka thyer dritaren e banesës. Materialet i u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.